tash më një shtresë, po edhe të zgjedhjet të muslimanët e vetëdijshëm, edhe të ata, shumë njerëz që kanë pasuri, veç një zeqat që e japin se janë të obliguar. Me se kanë të obliguar me zeqat nuk e japin. E ku janë këta njerëz përballë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë dhënë krejt pasurinë, ose gjysmën e pasurisë, ose shumë pasuri për të ndihmuar fen Allahu subhanahu wa taala. Pra, ku janë ata pasanik që dëshirojnë ta kenë shembulltyr të vet Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili ka dhënë këtë pasuninë e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i dini ato raste kur thot Omeri radhiyallahu anhu bënte gara me Ebu Bekrin, edhe një ditë kur kërkoi pejgamberi sa domethën sadaka për të përgatitur ushtrinë e vet, Omeri tha tani unë do t'ja kaloj Ebu Bekrit. Edhe erdhi edhe solli gjysmën e pasurisë. Abu Bekri ka pas tokë e ara, ka pas domethën pasuri. E sjell gjysmën e pasurisë edhe mendon se tash Ebu Bekri ja ka kaluar, ai s'ka mundsi këtë punë me vën. Vjen pasi Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe sjell çka? Krejt pasurinë e vet. E vet pejgamberi sa çka ke lënë te shtëpia, thot kam lënë Allahun dhe pejgamberi domethën va kam lënë Islamin, e këtë pasuri Allahu më ka dhënë edhe ja për hir të Allahut këtë pasurinë e vet. Ose Osmani radhiyallahu anhu, i cili jep pasuri shumë të madhe në momentet më të vështira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e jep pasurinë më të madhe. Andaj do t'i përmendim disa elemente nga jeta e Osmanit radhiyallahu anhu si një pasanik musliman i cili ka dhënë pasurinë vet në rrugt të Allahut. Në momenti kur e rrethekojnë shtëpinë e Osmanit para se ta vrasin ata njerëzit e këqit të ranë në fitnën e çifutëve fakisht edhe të shiitëve, e rrethekojnë atëherë Osmani radhiyallahu anhu i drejtohet atij njerëz me këtë fjalë, thot: a dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë ku s'kishte pus me ujë të pishëm. Ishte vetëm një pus. E kishte emrin Bi'r Rumiyya. Pusi i Rumës. Edhe tha pejgamberi sam, kush e blen këtë pus? Kush e blen këtë pus për me ble xhennetin? Kush e blen këtë pus me ju dhonë dhe më thonë musliman në ujë me të cilën vepër ka me fitu xhennetin. Sot Osmani e bleva unë këtë pus, kurse sot atimve ju thot që kanë rrethekuar shtëpinë e tij, po më ndaloni me pi ujë për këtij pusit. Kur edhe në Medinë unë e bleta këtë pus më jam mësu muslimanëve me pi ujë, më jam mundësu. E sot po më ndaloni dhe më thonë nga ky ujë. Pastaj i tha, u flas në emër të Allahut dhe Islamit. Ju e dini se xhamia ishte e ngushtë, kurse pejgamberi sa tha, kush e blen një copë që kanë afër xhamis për me zgjeru xhamin, për një copë tokë në xhennet, edhe unë u ngrita dhe e bleva copë edhe ja dhash, domethënë dhurat pejgamberit për me zgjeru xhamin, e sot ju po më daloni me marr pjesë me fal namaz në çatë pjesë që e bleta unë për xhamin. Pastaj tregon në një rast tjetër më gjerësisht për pusin rrumë, thot kur erdhën muhaxhirët në Medinë, nuk kishin të gatshëm me pi ujin e Medinës. Veç ai pusi rrumë kishte ujin domethënë e mirë, i cili ishte një njeriu nga fisi Gafar. Pejgamberi alayhis salam i tha, a e shet këtë pus për në xhennet? Ki tha Ensariu, tha veç këtë pus e kam, më shumë s'kam unë. Domthonë mendoj këtë dunjon me fitue, nuk i shkojnë ndërmend se me shit këtë pus me xhennet fiton shumë më shumë. Atë kur erdhi lajmi te Osmani radhiyallahu anhu, tha unë kam e blej. Edhe e bleu për 35.000 dirhem këtë pusin, edhe edhe të pejgamberi sa më tha që ke pus koft për ty. Atëherë pejgamberi sa më tha, sot nuk do të masodit asnjë vepër që e bën Osmani nuk kam i bë. Dam, domethënë për vlerën e madhe që pati, ky gjest që e boni domethënë e dha pasurinë e bleti me shumë parë, vetëm se vetëm me kënaq pejgamberin sa më edhe me fitu normalisht xhennetin. Po në përgatitjen e ushtrisë, e cila është nisë për në Tebuk, në ato momente kanë qenë shumë të varfër, s'kan pas shumë pasuri, domethënë pejgamberi sa për të përgatitur ushtrinë e vet, Osmani radhiyallahu anhu jep shumë sadaka. Thot, e kishte bërë gati karavanën e tij me 200 deve të ngarkuar dhe të pajisura mirë, edhe me 200 ok argjend.
Edhe kur e mori vesh e pejgamberi sa më kërkon domethënë ndihmë për të përgatitur ushtrin, shkoi te pejgamberi sa dhe këtë këto ja dha 200 deve të përgatitur në mirë edhe 200 ok argjend. Këta urdhno pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj i dha edhe 100 deve komplet të pajisura edhe 1000 dinar tjera, të cilat i zbrazin e prehjet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përsëri e tha pejgamberi son fjalë pasodit çka të bën Osmani nuk ka dëm, faktikisht nuk ka më vepër e cila e ndal pe hyrjes në xhenet. Gatishmëri e madhe përdon 300 deve, 200 ok argjend edhe 1000 dinar të ari. Kjo është pasuri gjigante, madhështore, se cilën e ka dhënë Osmani radhiyallahu për çka? Për ta blej xhenetin, për ta fituar xhenetin, e kjo është aktiviteti i madh që ka pas Osmani radhiyallahu anhu në sakrificë për pasurisë vet. Mirë, po ndokush do të thotë se veç kjo jo. Edhe sahabët që kanë qenë të varë fund kanë dhënë sadaka, edhe nuk i kanë lënë pas dore ndihmën e fesë Allahu subhanahu si pas mundësive që kanë pas. Tregon Ebu Mesudi radhiyallahu anhu i cili thot: Lemma umirna bi sadakati kunna netahamalu, kur urdhnoshim me i dhënë sadaka, na punoshim si hamal. Kanë punu sahabët, ka pas pasivitet. Edhe për dunjë ka mundu me fitu rrezikun me punën e vet. Edhe erdh Ebu Akili një grusht hurme dha. Çfarë ka pas? Një grusht hurme nuk vlen ku me disi sa. Mirë, po çfarë ka pas? Masti ka ardhur në tjetër disa dietarë thënë që është Abdulrahman ibn Aufi. Ka dhënë domethënë gjithashtu pak hurme më shumë se ky. Kur i pan munafik se pejgamberi sa për urdhnon me dhon sadaka, e kje ka pru një grusht hurma, e tjetëri pak ma shumë, fillun me i përqesh edhe me i talë. Dhe më thonë se kjo nuk është pasuni që i bën dobi, dhe më thonë pejgamberit a.s. Edhe thanë se, inna Allaha e leganijun ani sadakati hadha, Allah s'ka nevoj për këtë sadaka që për e jep, wa ma fa'ala hadha l'akharu illa riyan, e kjo i dyti këtë punë veç e bën për sy e faqe. Atëherë zbriti ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanu thot: "Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina lam yajidu illa juhdahum", thon ata që i përqeshin dhe tallin musliman që japin sadaka sa kanë mundësi. Ata që kanë gjetë edhe që kanë mundësi, thot ata i pret domethën dënim i rënd në ahiret. Faktikisht ka pas raste ku sahabët edhe që kanë dhënë. Bile ju e dini shumë se rasti kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sanna fi al-islam sunnatan hasana, ku shëban në islam sunnat mirë, ka qenë shkaku se kur ka urdhëruar pejgamberi me sadaka, është ngrit njëri ka dhënë shumë pak sende. Me po kon shkaktar që do të jetë me pru pasaj është bodë më thonë shumë pasuri, në fundit ittaqun nar walau bi shiqqi tamr, rujnë për xhenemit edhe me gjysëm hurme. Kryesor është që muslimani duhet me dhënë për të ngritur fjalën e Allahut aq sa ka mundësi. Bile muslimanët me dhonë për fejnë Allah sa argjojnë për shumë qeshtë që janë haram, janë atën dhe më thonë në mes haramit edhe halalit, do të ishin bo shumë hapat më dhoja, veç me ndalë duhanin që i pinë muslimanët edhe me dhonë atë qpare, dhe më thonë sadaka për të ndihmu fejnë Allah, do të mjafton të për të bo hapa shumë gjigante, ose veç një Coca-Cola që i pinë njëri, ose veç një sandwich që janë, do të mjafton të për të bo shumë punë të më dhoja, edhe më vështore. Fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sabaqa dirhamun 100 dirham, një dirham ja ka lënë 100 dirhamve. Kur ta kesh një dirham, çfarë ke edhe jep për Allah me sinqeritet, Allah i jep bereqet edhe ngrit edhe bën më dobishëm se 100 dirham me 100 dinar që jep tjetri me po jep për sy e faqe, ose jep domethën me mos sinqeritet, ose jep për mallit që është haram. Pra kjo është elementi i dytë që shesh pasiviteti i të zgjedhurve. Shumica e njerëzve në këtë drejtim janë kooperac, edhe nuk janë gatshëm me sakrifiku asnjë dinar për të ndihmuar fen Allahu subhanahu wa taala, edhe për të ndihmuar domethën thirrjen në fen Allahu subhanahu wa taala. Elementi i tretë ku do të shesh domethën pasiviteti është prirjet e pashfrytzuara. Allahu xhaleshanuhu i ka ndan njerëzit, dikujt i ka dhënë prirje për lezim, dikujt i ka dhënë prirje për folje, dikujt i ka dhënë prirje për organizim të punëve, dikujt i ka dhënë prirje për vrapim, dikujt secili ka prirje. I ka ndarë Allah mundësitë dhe shkapësitë e njerëzve, nuk i ka lënë këtë njerëzit një lloj, një takëm. Andaj secili njeri duhet të shfrytëzojë prirjet e veta maksimalisht në ndihmë fesë Allahu subhanahu wa taala.
tregon raste të shumta ku del shesh